Episodi që ndodhi me Klodin dhe Benitën ishte një nga ato momente ku linjat e respektit dhe lojës u thyen në mënyrë të papritur dhe të pakëndshme. Ajo që nisi si një lojë mes Alba Vellaj, Klodi, Benita dhe Toni mori kthes të rënd kur Benita ndërhyri në mënyrë të papërshtatshme, duke futur dorën poshtë pantallonave të Klodit. Veprimi i saj nuk ishte thjesht një shaka e papërshtatshme, ai prekte kufit personal dhe dinjitetin e njërit prej pjesëmarrësve. Reagimi i Klodit ishte i menjëhershëm, humbi kontrollin, humbi pjesërisht fokusin dhe si pasojë humbi lojën që po zhvillohej. Jo vetëm ai, por edhe Alba, Toni dhe vetë Benita u përfshin në tensionin e situatës dhe të katërt humbën lojën. Një moment argëtimi u kthye në një përplasje emocionale dhe një ndjesi të pakëndshme për të gjithë. Ky episod nuk është thjesht për lojën, por për atë se si ndërhyrjet e pakontrolluara mund të prishin ekuilibrin e një situate. Kur dikush shkel kufit personal, çdo aktivitet që ishte menduar për argëtim çndërrohet në një përvojë negative. Veprimi i Benitës tregoi një mungesë sensi të kufive dhe pasojat ishin të menjëhershme, humbje e lojës, tension mes pjesëmarrësve dhe një ndjenjë sikur respekti ishte shkelur. Është gjithashtu një reflektim mbi rëndësinë e vetkontrollit dhe respektit për të tjerët. Edhe në situata argëtimi dhe lojërash, kufit personal nuk duhet të preken. Çdo veprim ka pasojat e veta dhe kjo situatë e bëri të qartë për të gjithë se shakat ose ndërhyrjet e papërshtatshme mund të krijojnë konflikte dhe të prishin atmosferën e lojës. Në fund, episodi tregon një të vërtetë të thjeshtë. Lojërat janë argëtim, por respekti për kufit personal është gjithmonë prioritet. Kur këto dy element nuk përputhen, as argëtimi nuk qëndron dhe as marrëdhëniet nuk ruhen të qeta. Nëse do, mund ta bëj edhe më emocional, nga këndvështrimi i Klodit, duke përfshirë ndjenjat e turpit, zemërimit dhe frustrimit për humbjen e lojës.